Gjykata Supreme e Kosovës vendosi se në shkollat publike nuk do të lejohet mbulesa islame. Po pse ndodh kjo në një shtet ku 95% janë të deklaruar si musliman? Le ta shohim. Ky vendim vjen si përgjigje ndaj padisë së rrjetit Aritaj, që kërkonte shfuqizimin e nenit 3 të udhëzimit të Ministrisë së Arsimit të Kosovës. Gjykata konfirmoi se kjo ministri ka kompetencë për rregullat e veshjes dhe se udhëzimi është në përputhje me ligjin. Sipas organizatave civile, në 7 vitet e fundit në Kosovë, rreth 50 vajza janë përjashtuar nga shkollat për shkak të shamis, por Ministria e Arsimit thotë se nuk ka të dhëna zyrtare për raste të tilla. Në shtator të vitit të kaluar, autoritetet e gjimnazit Bedri Pejani në Pej larguan një vajzë nga procesi arsimor për shkak të shamis. Aso kohë, Bashkësia Islame e Kosovës tha se reagimet e tyre për shfuqizim të këtij udhëzimi nuk janë marrë parasysh nga Ministria e Arsimit. Sipas tyre, një trajtim i tillë i parimeve fetare është mendësie së kaluar osmoniste. Mësimet e parimet fetare nuk dëmtojnë e nuk rrezikojnë shoqërinë, përkundrazi, edukojnë, mësojnë e fisnikërojnë, thonë nga Bashkësia Islame e Kosovës. Kushtetuta e Kosovës garanton lirinë e besimit, por shteti është laik, gjë që krijon përplasje mes dispozitave ligjore. Ky vendim i gjykatës mbylli betejën juridike për la të hapur debatin shoqëror. Ai kufizon shteti laik të drejtat dhe liritë fetare apo mbron neutralitetin e shkollave publike?